Pas një pranvere me reshje dhe temperatura të larta për sezonin vera 2025 pritet të sjellë një kthes të madhe dhe jo për mirë. Sipas parashikimeve, Europa po përgatitet për një verë më të thatë, më të nxehtë dhe me rrezik të shtuar nga valet ekstreme të nxehtit. Meteorologët thonë se modelet atmosferike kanë ndryshuar ndjeshëm, duke treguar se temperaturat mbi mesataren sezonale dhe mungesa e reshjeve do të dominojnë pjesën më të madhe të kontinentit, veçanërisht nga mesi i verës e në vazhdim. Kjo situatë është pasojë e një presioni të lartë atmosferik të qëndrueshëm që ka bllokuar ciklonet larg qendrës së Europës, duke favorizuar thatësirën në veri dhe veri perëndim. Ekspertët paralajmërojnë se ky skenar nuk është vetëm shqetësues për bujqësinë, por edhe për shëndetin publik, për shkak të rrezikut të rritur nga temperaturat ekstreme dhe mungesa e reshjeve freskuese. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.